Zakonisht thuhet, unë nuk e di se kom përjetu, që banorët kur dalin prej shtëpisë së Big Brother, i kanë edhe ditët e rënda, të ëngëthi, ndoshta jo bash tipik depresion, por i kanë edhe ato momentet kur socializimin e kanë të vështirë, ikin prej kafeneve, nuk takojnë shumë njerëz. Qysh e përjetove ti? Mu ka ardhur shumë çuditshëm kur thëshin kështu këta çuditshëm prej Bigut. Si besojsha? Nuk i besojsha, me një farë forme edhe i besojsha, sepse në aspektin social, psikologjik, mundet me qenë një shok emocional, një ndikim. Një 10 ditë e para, më thonë që për mu kanë qenë shumë atë vështira. Kom dasht izolim, kom dasht shtëpi, s'kom dasht njerëz, nuk e kom këshyr telefonin, nuk kom pas dëshirën për me pa telefonin. Edhe, po... Kush të jep këtë ndjenjë Shëndrit? Nuk e di, veç e kikët. Jo komentet, jo videot, jo... Jo, se une si natyrë, edhe para Bigut kam qenë natyrë që nuk prekna prej komenteve dhe gjanave, as nuk fare së ndikojnë tonë. Nuk e di thjesht se ti mësohesh me një izolim, me një botë, që ti nuk je i prekur nga asnjë informacion çfarë po ndodh me kohën jashtë, me a është ardhur vera, a jena lënë dimër, në cilën do të jena, sa është ora, ku jam prind, a ka ble bok dikush, domethënë këtë budalliqet e jetës, aty nuk i ki. Domethënë aty ti je me një paraj, s'pe thamë thonjza, që je i monitoruar për çdo lëvizjen tënde, edhe nuk hek për kurrë, bash për kurrë hiç, nuk të mungon asnjë sen, je nën mbikëqyrje, je nën përkrahje, qoftë psikologjike, qoftë mjekësore, qoftë çka do që ti ke nevojë. 24/7 vlen për mjau dhënë dorën për këtë pjesë, sepse primer kanë qenë të jashtëzakonshëm në mënyrën e qenurit të gatshëm për neve aty brenda, pra e kam fjalën për produksionin. Ti mësohesh me jetu me një botë që nuk i asnjë problem. Problemi vetëm është malli për njerëzit e tu. Aty e kupton rëndësinë për veten, rëndësinë e familjes, rëndësinë e të qenurit të vërtet në çfarëdo gjëje që ti ballafaqohesh, e kupton që e vërteta ka peshë shumë më shumë se sa diçka e shtirur, edhe që